Viti i ri 2011 e gjeti Kosovën me çështjet pasgjitura nga zgjedhjet e dhjetorit të vitit 2010, me një qeveri në dorëheqje, pa parlament dhe me një ushtrues detyre të presidentit të Kosovës. Ajo hyri në vitin e ri dhe me vlerësimet për pasojat e raportit të dërguarit të Këshillit të Evropës Dick Marty, i cili hodhi akuzën ndaj kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi për përfshirjen në, siç është thënë, trafikim organesh, narkotikesh dhe armësh. Në fund të janarit ai përsëriti akuzat në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës, për nga u kërkua dhe fillimi hetimeve për këtë çështje. Les victimes étaient des Serbes, les victimes étaient des Kosovars albanais, considérés comme des traîtres ou des membres. Viktimat ishin serb, viktimat ishin shqiptar nga Kosova që konsideroshin si tradhtar ose antar të grupeve rivale. Për ne ata janë vetëm dhe mbi të gjitha qenin njerëzore. Është rrallë të gjesh në një periudhë kaq të gjatë kohore një sasi kaq të dënueshme rreth anash pa u ndërmarrë asnjë hap. Dhe për ata që hidhen nga karriget e tyre duke brohoritur prova, do të doja t'i pyesja pse nuk brohoritën atëherë kur këto raporte u publikuan disa vite më parë, tha zoti Marti, duke e kritikuar siç tha heshtjen e zyrtarëve të lartë në përbot, të cilët kishin informacione për atë çfarë kishte ndodhur. Akuzat e zotit Marti hodhen poshtë nga kryeministri Hashim Thaçi, i cili siguroi autoritetet ndërkombëtare për gatishmërinë e plotë të tij dhe institucioneve të Kosovës për të mbështetur dhe ndihmuar hetimet rreth kësaj çështje. Ne nuk kemi asgjë për të fshehur, i dhëm mbështetjet plot organeve të drejtësisë, i premtojmë bashkëpunim shumë të ngushtë dhe i dhëm mbështetje të fuqishme institucioneve ndërkombëtare të sundimit të ligjit. Prandaj në këtë drejtim ne do të kemi një bashkëpunim shumë të ngushtë me autoritetet e drejtësisë dhe i dhëm mbështetje të plot autoriteteve ndërkombëtare të sundimit të ligjit. Kosova ndërka shënoi 3 vjetorin e pavarësisë saj pa institucione të reja, themelimi i cilave po vonohej për shkak të përsëritjes së votimeve në disa zona që u kurzuan nga shqetësimet për keq përdorim gjatë zgjedhjeve. Me 20 shkurt, Partia Demokratike e Kosovës nënshkroi një marrëveshje koalicioni me Aleancën Kosova e Re dhe 2 ditë më pas në një votim të diskutueshëm, Parlamenti i Kosovës zgjodhi kryetarin e Aleancës Kosova e Re, Begjet Pacolli, në postin e presidentit të Kosovës. Por ai drejtoi vendin vetëm 32 ditë me radhë, me që gjykata kushtetuese e Kosovës e shpalli jo kushtetuese zgjedhjen e tij. Situata e re vuri vendin para mundësisë të zgjedhjeve të reja të jashtëzakonshme dhe që nxiti një angazhim të diplomacisë amerikane për të shmangur krizën politike. Me ndërmjetësimin e ambasadorit amerikan Christopher Dell, kryetari i Partisë Demokratike Hashim Thaçi, i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa dhe kryetari i Aleancës Kosova e Re Begjet Pacolli thanë se kanë arritur një marrëveshje që jep fund krizës politike dhe emëruan zonën Natifeti Jajaga si kandidate për presidentin të Kosovës. Një ditë më vonë, zona Jajaga me 80 vota të parlamentit 120 vendesh u zgjodh presidenti i Kosovës. Kosova do të ketë një rol më aktiv në politikën e jashtme, duke u bërë antare në nisma dhe në organizata rajonale dhe botërore, duke rritur numrin e njohjeve dhe duke vendosur marrëdhënie diplomatike, duke bërë marrëveshje bilaterale dhe shumëfaqe, dhe duke krijuar rrethana e brendshme dhe të jashtme, që sa më shpejt Kosova të bëhet antare e Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ndërkohë, Kosova tashmë kishte filluar një proces bisedimesh me Serbinë për zgjidhjen e çështjeve teknike të interesit të ndërsjellë të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se këto bisedime po shënonin një kapitull të ri në historinë e të dyja vendeve. Edhe për Kosovën, edhe për Serbinë, por edhe për rajonin, ky dialog do të shënon fundi apo përmbylljen e kapitullit të armiqësive dhe hapjen e kapitullit të bashkëpunimit ndërshtetëror mes dy vendeve dhe popujve tanë, por edhe vendeve tjera të rajonit. Shefi i delegacionit serb Borislav Stefanović tha se këto bisedime mund të ndihmojnë në zgjidhjen një varg çështjes që shkojnë përtej dallimeve të thella politike ndërmjet dy vendeve. Platforma Srbije za ove razgovore podrazumeva da se borimo za ostvarivanje prava Srba na Kosovu i Metohiji, obezbeđivanje njihovog. Platforma jonë nënkupton se do të luftojmë për të drejtat e serbëve të Kosovës, për të qëndruar dhe jetuar në Kosovë. Në të njëjtën kohë dëshirojmë një përcaktim të qartë të statusit të tyre dhe të shmangim çdo nocion për ta si një entitet i huaj apo që ata të kenë ndjenjën se nuk jetojnë në vendin e tyre. Opozita në Kosovë gjatë tërë procesit ka bërë thirrje që bisedimet të zhvillohen në bazë të një platforme të qartë, madje një pjesë e saj ka kundërshtuar përfshirjen e to derisa Serbia nuk plotëson disa kushte, përfshirë njohjen e pavarësisë së Kosovës dhe shpërbërjen e strukturave të saj paralele. Në muajin korrik, bisedimet sollën marrëveshjet e para në fushën e regjistrave civil, lirisë së lëvizjes dhe njohjes së ndërsjellë të diplomave shkollore dhe universitare. Ato ishin marrëveshjet e para që kur Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia në shkurt të vitit 2008.
Nga mesi muajit korrik, palët dështuan të rrini marrëveshje për njohjen e ndërsjellë të vuleve doganore dhe pak ditë më pas qeveria e Kosovës vendosi të ndalojë importimin e mallrave nga Serbia si kundërpërgjigje ndaj bllokadës që kishte vendosur ajo Kosovës që nga viti 2008. 5 ditë më vonë, qeveria e Kosovës urdhëroi njësitë e posaçme të policisë për vendosjen e kontrollit në 2 vendkalime kufitare me Serbinë në verun e banuar me shumicë serbe në përpjekje për të zbatuar vendimin për ndalimin e importeve nga Serbia. Kryeministri Thaçi, i cili mori dhe mbështetjen e opozitës, tha se operacioni është në funksion të vendosjes së rendit të ligjit të munguar në veri. Që nga 25 korriku, Kosova është ndryshe. Është tyre status quo, kthim nuk do të ketë prapa. Kosova ka hapur një kapitull të ri që bazohet në respektimin e plotë të ligjit dhe sovranitetit shtetëror në tërë territorin e vendit. Në asnjë rrethon dhe me asnjë çmim nuk mund të mendohet për ndonjë kthim prapa. Operacioni i policisë u pasua me reagime të ashpra të banorëve serb në veri të Kosovës që mbyllën të gjitha rrugët në atë pjesë. Përfaqësuesit serb akuzuan Prishtinën se po synon që nëpërmjet aksioneve të tilla të imponojë vullnetin e saj politik në veri. Sekretari shtetëror në Ministrinë Serbe për Kosovën, Oliver Ivanović, tha se Prishtina nuk duket se ka vepruar e vetme. Oni očito predstavljaju deo jednog veoma konzistentnog plana koji za cilj ima da stavi pod punu... Kjo paraqet pjesën i planit që synon vendosin e veru dhe të serbëve nën kontroll dhe çfarësh më keqja, mendoj se këtë plan shqiptarët nuk e kanë hartuar vetëm, por ajo është pjesë e ndonjë marrëveshje me atë pjesë të komunitetit ndërkombëtar që mbështet pavarësinë e Kosovës dhe veriu e shesi pengesën kryesore për jetësimin e asaj pavarësie, tha Oliver Ivanović. Një pjesëtar i policisë së Kosovës u vranë një sulm të armatosur ndaj njësive të policisë në afërsitë të Zubin Potokut i banuar me shumicë serbe. Operacioni fillimisht nuk u mbështet nga Bashkimi Evropian, duke nxitur përplasjen ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe Euleksit. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi tha se misioni i Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit ka dështuar të ushtrojë rolin e tij në Kosovë. Në fillim të shtatorit, gjykatësit e Euleksit konfirmuan akt akuzën ndaj deputetit të Parlamentit të Kosovës Fatmir Limaj dhe 9 të tjerëve të akuzuar për krime lufte, që siç thuhet supozohet jenë kryer nga fillimi i vitit 99 deri në mesin e qershorit të atij viti në një qendër të improvisuar para burgimit nga ushtria qlirimtare e Kosovës që ndodhej në fshatin Kleçk në Kosovën qendrore. Gjykimi ndaj tij është hyrë për vitin 2012. Veri u Kosovës ndërkaq vazhdoi të mbetet sfida kryesore për institucionet vendase ndërkombëtare. Komandanti i forcave paqëruese në Kosovë, generali Gjerman Erhard Bühler, mori përsipër në një mënyrë rolin e ndërmjetësit në përpjekjet për të tejkaluar situatën. Trupat e KFOR-it, cilave ju arritën përforcime të reja, bllokuan vendkalimet kufitare duke shpallur ato zonat kufizuara ushtarake. Në fillim të muajit gusht, generali Bühler dhe përfaqësuesit e qeverisë së Serbisë arritën një marrëveshje të përkohshme deri në mes të shtatorit, ku priti dhe vazhdimi i bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, që ishin ndërprerë për shkak të situatës në veri. Generali Bühler tha se strukturat kriminale radikale vazhdojnë të ndikojnë mbi qytetarët në veri duke i keq përdorur për interesat posaçme të udhëheqësve të tyre. So it's all about power and all about money. E gjithë kjo ka të bëjë me pushtetin dhe parat. Ata nuk dëshirojnë të humbasin fuqinë dhe pozicionin që kanë dhe dëshirojnë që të mbetet kjo situatë ku strukturat radikale dhe kriminale të tyre mund të funksionojnë, tha generali Bühler, sipas të cilit zgjidhjen e problemeve në veri duhet kërkuar nëpërmjet bisedimeve. Me 16 shtator Euleksit dhe qeveria e Kosovës vendosën në vendkalimet kufitare në veri pjesëtarët e doganave dhe policisë kufitare. Ekipet e përbashkëta u dërguan atje me helikopter, me që rrugët që çojnë në vendkalimet kufitare me Serbinë mbetën të mbyllura në tërësi nga protestuesit serb që kundërshtojnë vendosjen e doganave të Kosovës në kufirin verior me Serbinë. Bllokimi i rrugëve shoqëruar me incidente të herpashershme, të cilat kulmuan me 28 nëntor kur 10 pjesëtarë të KFOR-it u plagosën gjatë përleshjeve me protestuesit serb. Kjo nxiti zemrimin e autoriteteve ndërkombëtare, ndërsa me prerën qendrimin e saj ishte kancelaria gjermane Angela Merkel, e cila akuzoi Serbinë për nxitje të dhunës në veriun e Kosovës. Duke folur në Parlamentin e Gjermanisë mbi të ardhmen e Bashkimit Evropian, ajo tha se në afat më të shkurtër dëshirohet që jo vetëm Serbia, por edhe Kosova të jenë pjesë e këtij bashkimi. Daher führt der Weg Serbiens in die EU nur über eine Normalisierung seiner Beziehungen. Kjo nënkupton që rruga e Serbisë drejt Bashkimit Evropian mund të realizohet vetëm nëpërmjet normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën. Bashkimi Evropian dhe qeveria e Gjermanisë kanë formuluar që herët pritjet e tyre në formë hapash konkret. Më vjen keq që Serbia nuk i ka përmbushur këto pritje në mënyrën e duhur dhe së këndemi nuk i ka përmbushur kushtet për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian, dha kancelaria Merkel, duke dënuar sulmet e serbëve ndaj forcave të NATO-s. Ndonse Serbia u pajtua me Kosovën për menaxhimin e përbashkët të kufirit dhe bëri thirrje për heqjen e barikadave, kjo nuk mjaftoi që të marrë statusin e vendit kandidat. Kosova ndërkaq mori zotimin për fillimin e bisedimeve për liberalizimin e vizave dhe marrëdhëniet kontraktuale e tregtare me Bashkimin Evropian.
Fillimi i vitit që po vjen pritet të shënojë një periudhë të re bisedimesh ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, me që muaji i shkurt pritet të jetë periudhë e rivlerësimit të qasjes së Serbisë ndaj Kosovës si kusht për marrjen e statusit të vendit kandidat për Bashkimin Evropian. Veru i Kosovës mbetet sfida kryesore. Për Zërin e Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.